As hera e 6 kur deputetët e legjislacionit të 9 u mblodhën për konstituimin e kuvendit nuk solli rezultat. Këtë herë nuk kishte ftesë për takim konsultativ me partitë nga kryesuesi i kuvendit Avni Dehari. Me vetëm disa minuta vonesë filloi seanca, për të përfunduar shumë shpejt pa asnjë zgjidhje. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje dhe një herësh nënkryetari i kësaj partie, përpara votimit kërkoi mirëkuptimin e deputetëve për zhbllokimin e situatës. Emri ynë i vetëm është Albulena Hoxhiu për kryetarët të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ju kërkoj mirëkuptimin e juaj që të kontribuoni zhbllokimit të kësaj situate në cilën kemi mbetur, ashtu që të mund të kalojmë në faza të tjera dhe të zgjedhjes së nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Në pikën e dytë në atë të zgjedhjes së kryeparlamentarit, deputetët e opozitës as sot nuk ishin dakord për kandidaten e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Hoxhiun, pasi edhe këtë herë Vetëvendosja nuk ndryshoi emër. Deputetja Mimoza Kusari Lila, pjesë e listës së Lëvizjes Vetëvendosje, ka thënë se 30 ditët pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, është e paraparë që të konstituohet kuvendi. Është e paraparë edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, se 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, është e paraparë që të konstituohet kuvendi. Ai 30 ditë është ditën e diel, me 27 prill. Apo nëse e shohim me ditë kalendarike, një pas një mund të jetë edhe nesër. Do të thotë se marsi ka pasur 31 ditë, prandaj kjo situatë nuk është se mundet të shkojë tërësisht në pafundësi, mund të sjellë në një rrethon krejtësisht tjetër, ku diskutimi i përbashkët me subjektet politike po afrohet gradualisht një datë tjetër e zgjedhjeve. Ndërkaq nga Instituti Demokratik i Kosovës, Eugen Cakolli ka thënë se pa konstituim të kuvendit nuk mund të shpallen zgjedhjet e parakohshme. Zgjedhjet e reja sipas tij nuk shkaktohen automatikisht nga dështimi për të zgjedhur kryetarin, pasi kushtetuta nuk njeh një rrugë të tillë e të shkurtër. Deputetët u ftuan që të mbledhen pas 48 orësh, saktësisht të dielën në ora 10.